Peshorja, parashikimi për shenjën e peshores për muaj shkurt në lidhje me punën me dashurinë me fatin, çfarë do të thotë letra tarot, si do jetë energjia për shenjës së peshores për muaj shkurt. Juve të shenjës së peshores duhet të keni kujdes në fillim të shkurtit se mund të keni një humbje para, humbje puna, humbje dashurie, distancë, largësi, varfëri, krizë në partneritet, të distancuar, të larguar, një varfëri, një mizerie. Një krizë, pavarësisht që mund të keni pasur krizë, do stabilizojnë gjërat tuaja. Keni qarkin e lotuar për 3 kërkesa ja refuzuar, 2 përgjigje. Do parashtrojnë për një person që jeni përzitur, Mërkuri mund t'japi pak rëndes psiqike, psikologjike, po do e kapni situatën në dorë. Do manifestoni, Venusi mund t'ju bllokoj pak në dashuri, mund t'japi stres e mërzitje, bllokime, por do të shlirojeni, nëse keni pasur probleme me biznesin, do keni rrugëzidhje, do dëgjoni për një shtatzani. Duhet të keni kujdes se gjatë muajit shkurt dikush mund t'ju zhyti thellë më thellë në gënjeshtra në mashtrim me një konkurrencë. Do i kaloni këto pengesa, do i plotësojnë dëshirat tuaj, jeni në pritje disa lajmeve, do mirni lajme të mira, do keni një ngritje ekonomike, financiare, pavarësisht që mund të keni një humbje parash, përsëri do keni një stabilitet, një ngritje ekonomike, financiare, fillime të reja, nisma të reja, do jeni një të familje kompletuar, një trashëgimi, një pasuri, do keni një komunikim të vazhdueshëm me universin, do balancohen gjërat tuaj, do keni balancime, fejesa, martesa, planimetri në blerje shpejt, do jeni do gëzoni, do lodroni nëse keni menduar për një projekt juve peshores, ose për një blerje shpejt, dëshira juaj do t'ju bëhet realitet. Bëni gati se keni një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe rrugët e keni të hapura, do keni shumë mundësi për të ecur përpara. Fejesa, martesa, shtatzani, pritje, fëmijë, harmoni, lumturi, energji pozitive, keni diellin dhe çdo gjë do ecë mbar për juve të shenjës së peshores për muajin shkurt, do keni një energji pozitive dhe një lek të papritur dhe do keni shumë mundësi për të ecur përpara juve të shenjës së peshores për muajin shkurt.